Pra, ky është i miri i botës dhe i keqi i vendit vetë. Nuk do t'ja di më për këtë, sepse tani të gjithë duhet jemi koshient dhe duhet themi, një familjar i rregullt, është ai që nesër drejton edhe më shumë. Ky nuk është familjar i rregullt. Ky ka pas probleme, që nga Spitali 5, që nga babai vet, që nga familja, që nga gratë lëna, të sumura, to nuk duan folur këto, po dhe duan folur. Nuk i fakton dot. Sepse janë politike që janë me djallëzi këto, janë me djallëzi të gjitha. Dhe unë po them, ati po i shkasin këmbët, vetëm në Balluku. Unë e kam thënë në çdo studio. Doli e fort, Balluku që mendonin këta me fustane, po doli me pallona të mira, madje, janë mblodhi aq shumë sa s'ka ku të vëmë. Sepse ajo e ka kapur mat me prova, ndryshe nga Metaj, ndryshe nga këta tjertë. Ndryshe nga Velia që nuk flet, se iniciatorët janë të Ramës, nuk janë të Veliajt, legjej sa akuzohet për atë, akuzohet për tjera, dhe për shumë gjëra tjera. Pra, ky e ka bërë krimin mullar, dhe ky telefonon dhe lidhet vetëm me banda, vetëm me oligark, brenda dhe jashtë vendit, dhe ka lënë popullin në varfëri totale. Edhe bën atë Shqipëria digjitale, edhe çfarë bën rilindja urbane, thot, bën qytet ca rrugë edhe ca parqe kështu, ndërkohë fshatrat i ka lënë të katandisur, po dhe rrugë dhe fshatra. A mund të ndryshoj diçka, se si në vëmendje edhe faktin e ndryshimeve të mundshme territoriale. E kapi situatën populli që është ngritur. I di aktrimet e këtyre, i di të gjitha djallëzit e këtij. Ky nuk i përçau dot. U tentoi dhe tani kërkon ndonjë pakt. Pra, gjithë ne sot mediat ishin se ky do ndryshonte qeverinë. Pa të gjithë po thoshin, madje edhe mua disa socialistë që i njoh, me fjalë thoshin që sot ka ndryshime, po krefet demon, thamë, që e manafër. Se këta që janë si punë Ahmetat e kështu e që i Balluku me natë. Po krefet, thamë, do bëhet ministër tjetër, se për rriafër në brenda, në këto. Pra, ai ka dështuar totalisht, nuk ka rrugë tjetër. Dhe unë besoj që shtatori do tjetë shumë i nxehtë. Me qenë se është dhe freskët, se me zjerëm të studiojuaj se këtu është freskët. Por prandaj kemi ardhur shumë me fjalë, sepse është korrik i nxehtë shumë. Po ju në opozit freskët jeni këto kohë, nuk ka ndonjë problem. Po nga selite partive politike. Këtu nuk bëhet fjala për mua. Jo, flas për subjektin politik. 13 vjet demokrat dhe opozitar, të cilët kërkojnë një rotacion politik, të cilët kërkojnë një ndryshim, por de facto ky autokrat nuk e lëshon pushtetin. Ky nuk u ngop ka. Ky do të gjitha vet, edhe le popullin të vuaj, duke i shtrydhur edhe socialistë ndeshëm. Pra, ky nuk lëshon me pushtet, është kthyer në një diktator, duam zoom ne. Fitojnë, po si fiton ti? Fiton me miliardat, edhe unë t'jem. Fitoj me miliardat, ke miliardat, unë fitoj, në 10 vit përballë me kush doj, po që puna për bler vota. Si fiton ti me kriminal, po me banda, pse kështu fitohet? Me të falur me pushtet, me të falur 100.000 lekë për pension e gjoka, nuk është kjo. Vitet politik në Shqiptar. A, po si, me të blerë brenda opozitës? Megjithse opozita ka fajet e veta, që kur bojkotuan zgjedhjet lokale. Unë e kam thënë dhe them, pushteti lokal të sjell në pushtetin qendror. Pa pushtet lokal, ti nuk vete reformën territoriale bëre siç desh vet,